Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin. Tani do të pozicionohemi tek ferma VIP 2 dhe pa marrë parasysh që ato dy protagonist nuk janë më pjesë të fermës, ato ka një vëmendje të madhe tek publiku shqiptar. Në episodin e fundit të spektaklit, Alba Pollozhani e pranoi publikisht që bashkëjeton me Limin. Ato bashkëjetojnë të dy së bashku në një apartament, kanë ndarë momente shumë të bukura, kanë ndarë emocione fantastike, kanë nisur rrugtimin e dashurisë së tyre, dhe Alba tha që mos kaloni nga zona e liçenit andej ku banoj unë, se mund të bi ndonjë shapk ose ndonjë gjë në kokë dhe unë nuk marr përsipër këtë gjën. Dhe u çua nga divani dhe iku përsëri në apartamentin e saj. Do të thënë, dashuria mes Albës dhe Limit ka nisur dhe ka qenë një rrugtim shumë i vërtet. Ato u njohën një ferm, filluan marrëdhënien e tyre, edhe pse në fakt Zhaku ka qenë një, do të themi, një hulumtuese e kësaj historisë. Kujtoj natën e parë kur Alba dhe Limi kanë hyrë brenda në shtëpi, Zhaku i tha Albës, tha ku e ke Limin, tha se është edhe i bukur, edhe i zgjuar, edhe musliman, siç e dëshiron ti. Por Limi qelloi që t'jetë bektashi, po s'ka lidhje, domethënë njëjta gjë është, aty është. Dhe me kënaqësinë më të madhe, Limi nuk është se e priti shumë mirë këtë gjën, por ai nuk e dinte që zemra do t'i bënë raketak për Albën. Alba këtë gjë e pranoi, e tha publikisht që është në lidhje me Limin, që marrëdhënia e tyre është shumë e bukur. Ajo kishte shkuar në spektaklin e fundit për t'u sqaruar me Nenën dhe me Esterin. Nena është një vajzë që u mundua që të futet në mesin e çiftit, por nuk arriti që t'i danë, do me thënë përse ta dhash besën që fliste Alba gjatë gjithë kohës, ishte nga emocioni që e kishte përmbledhur Alba brenda në shpirt, normalisht, dhe i quante si tradhti, por Alba nuk hoqi dorë nga qëllimi i saj, do me thënë, nga 100.000 euro që Alba hyri ditën e parë, u shëndruan në këtë qëllimin e tipit që unë do e kem Limin, sepse unë e kam xhan Limin. Dhe këtë gjë arriti Alba, dhe Alba ditën e djeshme e konfirmoi që është në një marrëdhënie dashurie dhe janë gjërat shumë bukur me Limin. Tani, a është Alba me të vërtet shtatzën? Dhe është kjo arsyeja që kanë përzgjedhur të jetojnë me Limin në të njëjtin apartament, të bashkëjetojnë. Do të thënë, nuk kanë bërë asnjë gjë më tej. Këtë gjë do ta kuptojmë. Besoj që do të kemi foto ekskluzive ku Alba do të takohet me familjen e saj, se jam shumë i bindur që dhe familjarët e Albës janë pro që Alba të ketë një marrëdhënie të bukur me Limin, por njëkohësisht ndoshta edhe mund të marrim lajmin e shumë pritur. Debatet në fermë janë shumë të larta, lufta ka filluar të bëhet shumë e madhe, do me thënë kanë mbetur edhe shumë pak banor, tani loja po bëhet edhe më e rrezikshme, por gjithsesi Alba që nga pjesa jashtë lufton me drejtësinë dhe për atë që është folur për të. Ka pasur disa hamendësime që Alba mund të kthehet në fermë, kjo nuk është e vërtet. Limi nuk ishte mbrëmë as në spektakël, Alba nuk do kthehet më në fermë, do të thënë ferma VIP ka këtë fenomenin që po e nxori një banori nuk e kthen më, do me thënë në këtë lloj spektakli kthim brapa nuk ka, dhe kështu që Alba dhe Limi e shijuan bukur këtë eksperiencën dhe tashmë kanë ndërtuar marrëdhënien e tyre të dashurisë.